E para njerë që në shohim në rrjetet sociale, po në televizion dhe kudo, ka një prirje që ne të etikettojmë të tjerët. Gjithë ne kemi qef t'i vëmë një damë. Gjithë ne do kërkojmë t'i gjejmë diçka nga jeta e tyre personale për ta njollosur një njeri. Domethënë, është një lloj si thuaç, tamam një konkurrencë, ajo konkurencia aty. Domethënë, duhet mendosh që ishin disa njerëz dhe fitoi gjesti. Por ama duhet të ketë qartë lajrti se aty nuk ishte kompeticion artistash. Nuk ishte as kompeticion këngëtarësh, nuk ishte as konkurs bukurie, Miss Shqipëria apo Miss Internacionale tjerë, nuk ishte as projekt arkitekture dhe kush do të fitonte për qytetin e Tiranës apo për Pejën apo Prishtinën. Ishte një reality show. Dhe ne shohim edhe në Francë, kudo, kam parë spektakle të tilla, reality show të tilla. Aty marrin pjesë modele të ndryshme njerëzish, ashtu si dhe në jetën reale ka modele të ndryshme njerëzish. Aty marrin pjesë megjithëse thuhet Big Brother VIP, po marrin pjesë kategori të ndryshme njerëzish që ndoshta dikush ka një emër, ka bërë një karrierë, po ka dhe nga ata që ne si kemi njohur më përpara. Pra ka një lloj, si thua, një lloj përzgjedhje dhe shumë mirë që e bëjnë, është e drejta e tyre ta bëjnë këtë përzgjedhje. Kështu që nëse do ishte një konkurs bukurie, ne do ta kishte fituar Danja apo dikush tjetër. Nëse do ishte një për teatrin, do ishte Rozana me Laertin. Do konkurronin dhe të zgjidhin midis të dyve do zgjidhet dikush. Këtu bësh fjalë për një djalë i cili kishte zemrën e mirë, që bënte humor, që bënte një lloj spektakli, që provokonte debate, provokonte edhe në gjëra të vogla që ndonjëherë qeshin fëmijët për ato. Se domethënë nuk janë gjëra të mëdha. Kështu që por duhet të mendojmë që pa hyrë gjesti, atij Big Brother i mungonin vetëm dominot.